Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Luka 10:37. Dhe a i tha, a i që u tregua i mëshirshëm ndaj tij. Atëherë Jezusi i tha, shko dhe bëj kështu edhe ti. Luka 11:35. Prandaj trego kujdes që drita që është në ty të mos jetë tërë. Luka 11:41. Por jepni si lëmoshë atë që është të përbrenda, dhe çdo gjë do të jetë e pastër për ju. Luka 12:1. Ndërkaq u mblodh një turm me mira, sa që shkelnin njëri tjetrin. Jezusi filloi t'u thotë dishepujve të vet, para se gjithash ruhuni nga majaja e farisejve, që është hipokrizia. Luka 12:5. Unë do të ju tregoj prej kujt duhet të keni frikë, ruani nga ai që, pasi ka vrarë, ka pushtet të hedhë në Gehena, po ju them, nga ai të keni frikë. Luka 12:15. Pastaj u tha atyre, kini kujdes dhe ruhuni nga kopratësia, sepse jeta e njeriut nuk qëndron në mbushuinë e gjërave që zotëron. Luka 12:33. Shitni pasurinë tuaj dhe jepni lëmosh. Bëni për vete rasta që nuk vjetrohen, një thesar të pashtershëm në qiejt, ku vjedhsi nuk arrin dhe tenja nuk bren. Luka 12:35. Le të jenë ngjeshur yjet tuaja, dhe llambat ndezur. Luka 12:36. Ngjajini atyre që presin zotërinë e tyre, kur kthehet nga dasma, për të ia hapur derën sapo të vijë dhe të trokasë. Luka 13:24. Përpiquni të hyni në për derë të ngushtë, sepse unë po ju them se shumë do të kërkojnë të hyjnë dhe nuk do të munden.